Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin e radhës të emisionit Momentum. Sot jemi në Tetov, në kompaninë iSolve me pronarin dhe CEO-n Burhan Ramani. Përshëndetje Burhan dhe mirë se erdhe në emisionin tonë. Përshëndetje Bujar, faleminderit për ftesën edhe ti mirë se erdhe në zyrat e iSolve. Mirë se gjeta Burhan. Burhan, na trego pak çka bën iSolve, se kush është Burhani, si e filloi Burhani iSolve, ti lidhim pak një bisedë mes pinedijave. Domethënë iSolve është një software development company, e krijuar në vitin 2018 në Tetov. Domethënë edhe pak ditë do festojmë 7 vjeçare, domethënë në prill e kemi kriju. Kompania është krijuar nga dy mërgjimtar të Tetovës që jetojnë në Zvicër, Enis Sulejmani dhe Arton Sulejmani, dhe në bashkëpunim me ata e krijuam kompani. Fillimisht kemi filluar në Tech Park në Universitetin e Evropës Juglindare, por pastaj lindi nevoja që të rritemi edhe të dalim nga Tech Parki dalim në këto zyrat e reja. Super. Cilat janë ato sfidat Burhan si startup, se veçmo 2018, 2025, 7 vite, i keni pas ato sfidat si startup derisa jeni etablu mirë në market? Domethënë fillimi ishte të krijohet ekipi, domethënë ne nuk njiheshim as me pronarët. Pastaj edhe ta, domethënë vetëm në besim e krijuam kompani, pastaj filluam gjejmë ekipin, derisa e bëm ekipin që na duheshte.